kam respektuar dhe tonë të mësot lartë. Atje tonë vetë dhe në jenë. Unë jam Francesco Januzej, përfaqësuesi i shoqërisë interurbane. Edhe sot jemi mbledhur këtu për stacionin që na ka kaluar bashkia në miratim, që është stacioni i ri këtu te Kastrati, te rruga që lidhet me Burgun. Dhe ne jemi fare dakord, nuk kemi bërë marrëveshje asnjë gjë me bashkinë që thotë kemi bërë marrëveshje, kemi rënë dakord me autobuzat, ne nuk kemi dakord. Tu s'plotësohet asnjë kusht. Tu qytetari është i rrezikuar, shoferët janë të rrezikuar dhe ne nuk kemi dakord fare, s'ka kushtet më minimale. S'kemi ku mund të qëndrojmë, s'kemi ku mund të bëjmë një biletari të ri shoferi dhe pasagjerë të rinë rahat, që të presin autobusin. Nëse të ndërtojë terminali, do t'ishit dakord që ta ushtronin funksionin tuaj në këtë vend? Por në qoftë se ka kushte, në qoftë se ndërtojnë në terminal, atë po kërkojmë. Se terminali është për autobuza, nuk mund na çojnë në rrugë. Tu na rrezikohet jeta. Ju keni denoncuar dhe një fenomen tjetër që ka të bëjë me taksit pirate. Pirateria tani është rritur gati 95%. Ne 5% po çojmë pasagjerë në Tiranë, tani edhe në rrethet e tjera. Sepse në vendet që ishim ne, tani ka kaluar stacioni pugonave, taksive, 4+1. Çfarë do të bëjnë në rast se nuk ka një zgjidhje? Ne do vazhdojmë, do pezullojmë punën, siç e kemi pezulluar dhe sot, do pezullojmë punën se s'ka zgjidhje këtu më fenomen. Po na majnë për këmbë. Ne jemi taksapagues të rregullt, edhe nuk po ja dalim dot më. Faleminderit juve. Sot në protest? Po. Fillimisht përshëndetje dhe ju urojmë juve që na keni ardhur për të cilësuar neve kushtet që kërkojmë. Ne kërkojmë kushtet më minimale që ekzistojnë. Stacioni ku na ka caktuar kryetaria e bashkisë është stacion më mizerabël që nuk plotëson kushtin më minimal. Po ta shikoni me kamerat tuaja, edhe koshat e mbeturinave i kam vendosur sot në mëngjes dhe i kam pa olona. Ju lutem, ktheni pa kamerat nga koshi. Dikush nga juve shokët ta kapi koshin e ta ngrej. Ktheni pa kamerat nga... Po flasim për hallin tuaj. Halli jon është edhe ky. Nuk ka kushtet më minimale. Nuk ka një tualet. Dhe kushti më minimal që kërkojmë ne është se këtu është burim aksidenti. Ne duam një terminal. Derisa të na bëhet terminali, mund të na lënë atje ku ishim. Nuk jemi kundra ligjeve. Ne jemi taksapagues. Ne paguajmë për këta që janë në karrige. Dhe këta po na shkelin me këmbë. Është një lloj si në kohët e lashta sklavopronari, më falni, edhe sklavi. Pastaj filloi kohët më mbrapa, filloi po e njëjta gjë. Edhe në vitin 2026 jemi, është e njëjta gjë si në atë kohë. Këtë kërkojmë dhe ju faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërkombëtare Albania Bus Italia. Ne kemi shumë problem. Tu nuk ngarkohet. Po ta bagazhin deri 1 metër në rrugë dhe bëhet aksidenti, kush marr përgjegjësi nuk e di. Në gjithë Shqipërinë, jo në botë, ka terminale. I vetmi qytet vetëm Loraj s'ka terminale. Me që thonë që është profizor, na lën atje ku kemi qenë derisa të bëhet terminali. Këto kisha. Çfarë ndryshon aty nga këtu? Atje ndryshon shumë gjëra. Se neve gjysmore rim atje në autobus, jo më shumë. Rim gjysmore, ngarkojmë edhe ikim. Dhe ndryshojnë shumë gjëra. Këtu është rrugë, atje nuk ikën me shpejtësi njeri, kurse këtu ikin me shpejtësi. Ta pezulloni punën në vazhdim. Po, neve kemi pezulluar punën, patjetër. Neve kemi pezulluar punën, nuk bëhet fjalë fare që të ngarkojmë këtu. Neve linjat ndërkombëtare nuk bëhet fjalë fare që të ngarkojmë dot këtu. Kolegë të tjerë ju mbështesin? Patjetër na mbështesin. Të gjithë na mbështesin. Faleminderit shumë. Jam administratori i shoqërisë Trasel nga Elbasani. Vi nga Elbasani këtu për të stacionuar. Kur unë nuk kam stacion, nuk kam ku të rri. Vjen pasagjeri nuk e pres, do ku ta pres, se s'kam ku ta pres sepse derisa s'ka stacion. Edhe kërkojmë një të bëhet terminali. Duke bërë terminali, mbyllen gjithë problemet. Por këtu që jemi shumë skandalos. Jeni të rrezikuar? Jeni të rrezikuar në çdo hap, në çdo moment, sepse njerëzit nuk janë gjithë lloj. Ti hap bagazhin, ai vjen në fut kokën atje, edhe do të përplasën në makinë. Edhe me bicikletë përplasë ashtu, jo me makinë që vjen 7 dojë në orë, 8 dojë.
Dhe kjo është shumë problem. Jo, tu s'ka toalet, s'ka asnjë gjë, asnjë gjë më normale. Sepse duke pas gjithë si ti flas, kur unë bëj rrugë, 4 orë rrugë vi këtu, edhe s'ka ku ndaloj, ku të shplohet në një sekond. Keni kërkuar dhe disa zona të tjera për të bërë terminali autobusëve, por edhe aty njëkohësisht nuk janë kushte. Jo, edhe ne për shembull në Elbasan nuk kemi fare kushte në Elbasan. Jemi shumë skandalos, sepse ne jemi periferi, për të paktën e kemi këto toaleti ka, gjithë e ka, pavarësisht se si është situata atje. Ndryshon. Nëse ndërtohet terminali, vazhdoni. Nëse ndërtohet terminali është mbyllë çdo veprim, çdo gjë, sepse ne të kërkojmë, sepse ne jemi falimentuar, pavarësisht se ne jetojmë me sforca. Edhe këtu kur kemi dalë ne s'marrim gjë. Nuk i përgjigjemi të punës, tatime, taksa. Si përgjigjemi fare dot, sepse mund çdo problem o të përplasim me policinë. Pse përplasim me policinë? Policia ka drejtë që bëj atë sepse rregullore, zbaton rregullore. Edhe